Dita 7. Predikimi në port. Kur religioni bëhet mask. Leximi i ditës Jeremia kapitulli 7. Vargu kyç. Mos kini besim në fjalë renacake duke thënë ky është tempulli i Zotit, tempulli i Zotit, tempulli i Zotit, sepse në qoftë se ndreqni me të vërtet rrugët tuaja, atëherë unë do t'ju bëj të banoni në këtë vend. Shtjellimi. Zoti e dërgon Jeremian në vendin më strategjik, në portën e tempullit të Solomonit. Pse? Sepse aty kalonin të gjithë. Imagjinoni skenën. Njerëzit vinë me kafshët për sakrificë, të veshur bukur për festat fetare, duke kënduar psalme. Ata ndihen të sigurt. Logjika e tyre ishte: ne kemi tempullin e Zotit këtu. Perëndia banon mes nesh. Asgjë e keqe nuk mund të na gjejë. Por Jeremia e thyen iluzionin. Ai u thotë se po besojnë në fjalë renacake. Ata e kishin kthyer tempullin në një hajmali, apo një lloj mburoje magjike. Ata mendonin se ritualet e jashtme, sakrificat, thënia e emrit të Zotit, mbulonin kalbësirën e jetës së tyre. Zoti përmes Jeremis u thotë: unë nuk shikoj tymin e sakrificave tuaja, unë shikoj duart tuaja, dhe duart e tyre ishin të lyera me gjakun e të pafajshmëve, me shtypjen e të huajve, jetimëve dhe të vejave, dhe me adhurimin e idhujve të tjerë. Ata vithnin, vrisnin, shkelnin kurorën gjatë javës, dhe të shtunën vinin në tempull dhe thoshin: jemi të shpëtuar. Jeremia 7 vargu 9 deri në 10. Ky ishte një fyerje për shenjtërinë e Zotit. Mesazhi është: bindja vlen më shumë se sakrifica. Paralelizmi në ditët e sotme, hipokrizia e modernitetit. Ky mesazh i Jeremis godet drejt për drejt në zemër të krishtërimit tonë sot. Asgjë nuk ka ndryshuar përveç formave të jashtme. Shkuarja në kishë si një zakon, jo si një ndryshim, ashtu si judejnë të vraponin te tempulli, sot shumë njerëz mbushin kishat të djelave. Ata rinë në resht, dëgjojnë predikimin, ndoshta dhe luten, po për shumë kënd, ky është thjesht një rrit social apo një qetësim i ndërgjegjes. Ata hyjnë me një zemër të papastër, plot zili, mëri, lakmi apo mëkate të fshehura, dhe dalin nga kisha po një lloj, pas një qëllim për të ndryshuar jetën e tyre të hënën. Besimi i tyre është sipërfaqësor. Ata shkojnë në kishë, por nuk janë kisha. Kryqi si bizhuteri, jo si sakrificë. Paralelizmi më i fortë është ai me kryqin. Judejnë të thoshin: tempulli, tempulli. Sot njerëzit varrin kryqe floriri në qafë, i bëjnë tatuazh ose i vendosin në makina. Por si që thatë ju, ata nuk e din peshën e kryqit. Çfarë do të thotë kryqi? Ai simbolizon vdekjen ndaj vetvetes, vdekjen ndaj mëkatit dhe dorëzimin total ndaj vullnetit të Zotit. Jezusi tha: nëse dikush dëshiron të vijë pas meje, le të mohoj vetveten, le të marrë çdo ditë kryqin e tij dhe të më ndjekë. Çfarë bën njerëzit sot? Ata mbajnë simbolin e kryqit, por refuzojnë të mbajnë barrën e tij. Ata nuk din si të sillen si ndjekës të tij. Ata mbajnë kryqin si një hajmali për fat të mirë, por jetojnë në jetë që janë në kundërshtim të plotë me atë që kryqi përfaqëson: pastërtinë, përullësinë, faljen dhe sakrificën për të tjerët. Besimi pa vlera është i vdekur. Mesazhi i Jeremis është identik me atë të Jakobit në Vjatën e Re. Besimi pa vlera është i vdekur. Zoti nuk kërkon deklarata fetare, ai kërkon ndrejqje të rrugëve. Një person që mban kryq por gënjen, mashtron, flet keq për tjetrin, apo jeton në imoralitet, është një religios, në kuptimin më të keq të fjalës. Saktësisht ai lloj personi që Zoti e qorton përmes Jeremis. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 7. O Zot, Perëndi i shenjtë, unë vi para teje sot me dridhje.
duke kuptuar seriozitetin e fjalës tënde. Më fal nëse shpreh jam mjaftuar me një besim të jashtëm, duke menduar se pjesëmarrja në kishë mjafton, ndërsa zemra ime ka qenë e papastër. Më fal o Zot nëse kam mbajtur simbolin e kryqit tënd si një bishuteri apo një hajmali pa kuptuar peshën e vërtetë të tij. Unë e pranoj se nuk di gjithmonë se si të sillem si një ndjekës i vërtetë i Jezusit. Sot të lutem më jep hirin të marr kryqin tim çdo ditë, të mohoj vetveten dhe të vdes ndaj mëkatit. Më ndihmo t'i ndreq rrugët e mia. Mos lejo që besimi im të jetë vetëm një maskë që mbaj të dielën, por një forcë që transformon çdo mendim, fjalë dhe veprimin tim çdo ditë të javës. Bëje jetën time një tempull të pastër, ku fryma jote banon me kënaqësi. Në emër të Jezu Krishtit. Amen.